Më në fund, pas një viti arsimor me angazhim të përditshëm për të përfituar sa më shumë dije në procesin mosimdhënës, i erdhi radha festës së maturës. Është dita e fundit që 150 maturantët e gjimnazit Oso Kuka në Shkodër ndihen zyrtarisht pjesë e këtij gjimnazi. Të sapo diplomuarit përcillen me një atmosferë festive nga mësuesit dhe nxënësit, ku nuk mungojnë as prindrit e tyre. Ata do të vazhdojnë studimet universitare, por për këtë gjimnaz janë krenari. Janë 150 maturantë që na kanë nëru këtë vit shkollor dhe kemi pretendent për medalje arit. Një prej tyre e ka arrit ma tashma medaljen e arit, megjithëse jena në pritje dhe për 4 të tjerë në pritje të 2 rezultateve të provimeve të matematikës dhe planëve me zgjedhje. Qoku kujton se ka shumë gjimnaze në qytetin e Shkodrës dhe në shkallë rajonale, por Oso Kuka me 530 nxënës nuk e ka frikë konkurrencën, përkundrazi, kjo i shërben rritjes së cilësisë në arsimin e mesëm. Konkurenca është që të banë me ecë përpara, nuk e kena frikë. Ne jena pjesë gjithë bashkë e arsimit të Shkodrës dhe nuk kemi pse ta quajmë në një kuptim konkurrencë të frikshme, por konkurrencë për me na bë me ecë përpara dhe me i dhanë sa më shumë dije dhe me nxjerr elitar nga gjimnazi. Klea Kodra është njëra nga maturantet që nga klasa e parë deri më sot është vlerësuar vetëm me notën 10. Është një ndër ditë më të buka për mu, sepse ashtu finalizu gjithmonë jam jo 3 vite, por në fakti 12 viteve. I punë të vazhdueshme 10.0 nga klasa e parë deri në maturë. Gjatë këtij aktiviteti ju bë jehon edhe arritjeve në ekselencë, ku deri tani janë shpallur 19 nxënës ekselent të këtij gjimnazi në gara sportive, kulturore, artistike e të tjera, ku përfaqësuesit e Oso Kukës janë renditur në vend të nderi. Kjo paraqitje festive u mbyll me entuziazmin e maturantëve pas 3 viteve studimi në këtë gjimnaz. 2, 1, shumë